Prej këta njerëz u mblodhen për të shënuar ceremoninë e zbulimit të shtatorës së dëshmorit Nesimi Dervishdana. Është përkujtuar në përvjetorin e vrasjes së tij, dita që më pas ka ndërruar rrjedhën e ngjarjeve të kohës. Në parkun qendror të Gjakovës u mblodhen kryetari i komunës, përfaqësues të nivelit lokal e qendror, Baca Hilmi Haradinaj, familjarë e shokë të dëshmorit Nesimi Dervishdana, por edhe qytetarë të shumtë me rastin e 32 vjetor të rënies së tij për të zbuluar shtatorën e vendosur pranë vendit ku është qelluar Nesimiu. Pati jetë shkurt por heroike. Ndërkaq, kryetari i komunës Pa Lekaj kujtoi rrethanat në të cilat u vra dëshmori dhe mbresat që laj akt të qytetarët. Kjo figurë e skalitur me një trup heroj do të na rrafej një të kaluar kur ky popull shahej, fyhej dhe me kembej nga regjime uzurpatore dhe sunduse. Por, duke shikuar shtatorën, do të na bie ndërmend se në secilin kohë dikush ka refuzuar regjimet dhe dikush është bërë edhe martir i kësaj toke. Edhe Hajdar Beqa, si përfaqësues nga niveli qendror, pati fjalë lavdie për familjen Dervishdana. Pikërisht këtu, para 32 vitesh në Gjakovë, ngjarë një ngjarje rënd, po shumë madhështore për lirinë dhe nderin ton, u flijua lavdishëm heroi jon Nesimi Dervishdana. Në këtë përvjetor, ne përkujtojmë Nesimiun, por edhe familjen Dervishdana, e cila me madhështinë e saj vetflijuese është unike, jo vetëm në historinë shqiptare, po dhe me gjërë është shembull se si duhet flijohem për atë. Nga familjarët e të rënit, fjalën e mori nipi dëshmorit i cili mban emrin e tij. Të nderuar pjesëmarrës, falënderimi i takon Allahut, mëshiruesit, të mirësit, fuqiplotit, i cili edhe njëherë familjes tonë i vërtetoi se kujtimi për ata të cilët dhanë me të shtrejtën për atë dhe është i paharrueshëm. Ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrje, respektivisht përshëndes kryesit fetar, përshëndes kryetarin e kuvendit Zotëri Pa Lekaj, familjen Haradinaj, përfaqësues të luftës tonë paharrueshme, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, pra të gjithë ju bashkëqytetarë. Në emër timin dhe të familjes time falenderoj kuvendin e komunës, me hybet tanë dhe shamirët e miqet të familjes Dervishdana, të cilët kontribuan në realizimin e kësaj shtatore të agjës së Nesimiut. Edhe njëherë mos harroj një falënderim vjen për autorin e kësaj vepre madhështore, skulptorin Zotëri Isa Balia. Më pastaj, kryetari i komunës i dorëzoi një mirënjohje mjeshtrit të kësaj vepre arti, skulptori nga Tirana Isa Baliaj. E ky i fundit i dorëzoi Shenë Nesimiut një shtatore të vogël si kujtim. Një mirënjohje kam për kryetarin e komunës, zotin Pa Lekaj, që më ka vlerësuar me këtë mirënjohje. Më ka vlerësuar vazhdimisht dhe në punë që kam bërë në Gjakovë. I jam mirënjohës gjithë popullit të Gjakovës, për cilin kam respekt jashtëzakonshëm sepse është kontribues i madh në luftën shqiptare të Kosovës dhe unë me modesti them që bëna diçka për pasqyrimin e kësaj lufte. Si shpesh që ndodh, dëshmorëve ju thurren lavde. Kësaj radhe këngën për Nesimiun e promovoi këngëtari i njohur Ilir Shaqiri së bashku me Albert Zhubi. Kjo shtatore konsiderohet simbol i kundërshtimit të regjimit të asaj kohe nga rinia kosovare dhe përfaqëson vlerët e atë dashurisë dhe sakrificës për kombit u thëndër të tjera në këtë ceremoni. Përndryshe, Nesimi Dervishdana është përkujtuar në përvjetorin e vrasjes së tij. Ai është qelluar në shititorin e qytetit në prani të qindra njerëzve me 26 korrik të vitit 1981, në një aksion të papritur, por të përgatitur nga ushtria jugoslave.
por kishte ndëruar jetë 5 ditë më vonë me 31 korrik në klinikën ushtarake në Beograd. Po a ditë është plagosur i riu Malush Abrashi. Lavdi dëshmorëve qofte pa harruar jeta dhe vepra tyre. Nga sot Gjakovës ju është lehtësuar dhimbja sepse tani Nesimi është pranë tyre dhe i rrin plot krenari Gjakovës. S'na mbetet gjë tjetër veç se ta përmbyllim dhe këtë akt solemn të inaugurimit të shtatores së tij, zonja dhe zotërinj.